e kishim thirrjen një gjak, një flamur, një këmbë. Sot ka ndryshuar, një gol, një këmbë. Si e shpjegojnë qytetarët që një gol neve na bën gjithë dhe bashkë, dhe kur vjen puna për hallë, secili shef hallin e vet. Se gjithë janë me hallë dhe shef gjithkush hallin e vet. Se gjithë hallin e vet. Loja është diçka tjetër. Është argëtim. Për hallë kena aq shumë vet sa edhe jemi ftofur çik me njëri tjetrin neve. Patjetër, është. Sikur se ndihmojnë njëri tjetrin. Është për ta ardhur keq. Nuk janë marrëdhënie. Ja po të njëjtët njerëz që bëhen bashkë te rasti i golit për shkakun. Dhe po ata njerëz largohen te rasti i hallit. Hallet na bashkojnë, jo na ndajnë. Po gjitha hallet sikur i ketë, i ka muni, ka tjetër. Po njerëzit tani është vështirë mi bë se pak këta kanë ndryshuar mentalitet njerëzit. Momentet saktuar të historisë, shqiptarët janë bashkuar. Po patjetër. Kur vjen puna për çështjen kombëtare, janë bashkuar. Kemi shembull në kohën e Skënderbeut, në kohën e Adem Jasharit, në kohën e Enver Hoxhës. Edhe Enver Hoxha, se shqiptari ishte Enver Hoxha. Enver Hoxha ishte drejtuesi i luftës. Një gol na bashkon dhe hallet na çojnë secili shef hallin e vet. Kjo është gjërat ne i bëjmë, nuk do të them, po jo me organit menduarit, me trurin, po i bëjmë gjërat me spontanitet. Jemi të kënaqur për këto futbollistat që kanë ne, edhe lumë Shqipëria që i ka. Goli na bën gjithë dhe bashkë. Dhe hallet tona na ndajnë. Në kuptimin se cili shkon shef hallin punë vet. Ti ke të drejtë, janë dy gjëra të ndryshme. Për shembull, goli bashkon për arsye se gjen një krenari kombëtare, gjithërsisht, kurse halli është i madh. Po goli na bashkon, na bën të gjithë bashkë dhe është gjëja më e bukur, vetëm goli të bashkon, se këta tjerë na kanë allakatur në qik. Shiko, edhe hallet duhet jemi të bashkuar në shqiptarin. Nëse ti ke një hallë, bëjmë pjesë që të ndihmojmë me aq sa ka mundësi. Duhet të them, po. Duhet punë e madhe me njerëzit, që njerëzit të bëhen të ndërgjegjësohen, të bëhen të mirë. Si janë në Amerikë, o Zoti i madh, njerëz shumë të dashur me njëri tjetër, shumë kështu me qenë ne para 90-s. Po nuk e di pse u ndodhi kjo kështu. Ne jeni në dyert hapur për komshiun. Po, me komshiun jetonin bukur, jetonin mirë. Goli na bëri gjithë dhe bashkë. Kurse kur kemi hallë, secili shef hallin e vet. Po gjithë bota kështu e ka. Pse tani kështu është tani? Kështu është. Gjithkohë, bile ato të botës po na bëjnë keqen e. Si ka mundësi, shiko, një gol i bën gjithë shqiptarët bashkë. Kur kemi hallë, secili shef hallin e vet. Si e shpjegoni? Pastaj edhe në zakonet e shqiptarit nuk sotet. Po futbolli është na që është sporti më i njohur në Shqipëri. Të gjithë e duam si lojë. Edhe ju lozën futboll? Kam pasosur dikur. A do bëmi pas? Merë, ta kam falë. Respektu. I gjynof që jemi boksu, ne jena vlezës në kohën e Enverit. E kena dash njoni tjetrin, kena dash shoqnin si vlezës, si shpirt, si gjitha, edhe sot, kësaj dite që i kam pas shokët, ushtar, që më 84, i kam pas shokë e vlezër, sot më kanë kthy kurizin, jo më habit fare. Del tjetër thot, ne duam një tjetër me interese, duam tjetër ashtu e duam tjetër kështu. Kjo nuk më pëlqen. Kush më kërkoi mund ta konte? Kush? Hajë morë. Goli na bëri gjithë dhe bashkë. Po kur kemi hallë, secili shef hallin e vet. Po. Si e shpjegoni? Gjithë secili për vete. Po jo. Po s'është mirë kështu. Gjithë secili shef interesin e vet. Po goli, se na bën gjithë bashkë. Festojmë gjithë bashkë, hajmë pim gjithë bashkë. Golin festojmë gjithë bashkë, apo ja ç'po bëjmë? Ja kushimi, mu lavdru. Ja. Neve jemi filani, ka lavdrome me i gol. Nuk duhet mu lavdru me i gol. Është fitore. Qa është fitome? Qa është fitome? Unë shpëtoj me horë me pi, nuk shpëtoj me gola. Thank you.